I kërkoj të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Të nxjerrë cilat direktivë tu thot shqiptarve se direktivat janë aty, sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe ai ka patur historinë e tij familjare. Ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. E dënoi ashpër sulmin që sapo ndodhi në këtë foltore kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky sulm i përsëritur nga i njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër ambasadorëve të tjerë të vendeve mike, kundër ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu, bie ndesh me parimet e Konventës së Vjenës dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë sonë.